Pas përfundimit të Big Brotherit, Tony dhe Benita përjetojnë ditët e para jashtë shtëpisë me të njëjtin humor, energji dhe afërsi që i karakterizonte brenda Lois. Në një mëngjes të qetë, të dy janë shtrirë në një shtrat të madh, të mbuluar me një jorgan të butë. Tony, si gjithmonë shakaxhi dhe provokues, zgjat duart në një organ me synim ta trem Benitën thjesht për lojë. Benita reagoi menjëherë, filleton të bërtas nga surpriza, por qesh me zë të lartë, duke u rrotulluar majtas djathtas dhe duke e shtyr Tonin si për t'i thënë, o budalla, mos më tremb kështu. Tony shpërthen në të qeshura, i lumtur që ja doli ta çonte në humor. Jorgani tundet nga lëvizjet e tyre, ndërsa Benita vazhdon të qeshë e skuqet, po pse bërtet kështu? E di që thjesht të bezdis për qejf, i thot Tony, ende i shtrirë pranë saj. Benita i hidhet faqes dhe i jep një shpull të lehtë lozonjare, ti s'ndreqesh kurrë. Gjithmonë ke qejf të më ngacmosh. Ai i afrohet më shumë, e mbështjell me krah dhe i flet ngadalë, edhe kur bërtet je e bukur. Ajo ul kokën, e kap gjumin ngadalë, ndërsa Tony vazhdon ta shikoj me një buzëqeshje të qetë. Pas gjithë kaosit të Big Brotherit, ky moment i thjesht, plot të qeshura dhe afërsi, është pikërisht ajo që të dy i kishte munguar.